dy fjalë për punëtorët dhe pronarët. Ose më mirë me thënë për pronarët që cënojnë punëtorët. Për minatorët më konkretisht dhe ata të Spaqit posaçërisht. Lexova një deklaratë të kompanisë TTE Albania. Në fakt është TTE turk, po i kanë vënë të prapashtresën Albania sepse ka një kontratë për të bërë para në territorin e Republikës Shqipërisë. Për këtë kanë ardhur, për të bërë para. Duke shfrytzuar krahun e punës e duke shfrytzuar një vend burim në tokë shqiptare. Okej. Në kushte të lishme. Tani, që ta kem të qartë, sindikata e ligjshme nuk është ajo që do pronari i kompanisë, drejtori i kompanisë e kështu me radhë. Sindikata e ligjshme është ajo që zgjedhin punëtorët. Ju, pra pronari, drejtori, përgjegjësi e kështu me radhë, kur nuk keni të shkruar në kushtetutën tonë e në ligjet tona të drejtën që ju të përcaktoni për punëtorët sindikatën që ata duhet zgjedhin. Jo. Se keni këtë të drejtë. Fare. Ndërkohë, edhe dy fjalë të tjera, domethënë për tentativën për të përçarë punëtorët në ata që duan ta fillojnë punën edhe ata që nuk duan ta fillojnë punën, kur të gjithë janë bashkuar për të marrë apo për të përfituar të drejtën e tyre për të grupuar në një sindikat. Lëreni këtë histori. Është banale, e turshme, e neveritshme. Mund të ketë ekzistuar në shekullin e shkuar, po jo në këtë shekull. Jeni në Europë këtu, jeni në Europë këtu. E treta, që është akoma më e rëndësishme, kjo historia që ju do t'i mbani parat punëtorëve, apo në qoftë se greva vazhdon, ju s'keni më para për të paguar punëtorëve, referon në ligj. Detyrimet që ju keni për të paguar çdo qindark, që keni detyrim. Shumë e thjeshtë kjo gjëja. Lërni këto kërcënimet banale përkundrejt atyre njerëzve në nevojë, se ju do t'i lini për pa para dhe ju do t'i merrni para për të kompensuar dëmet ekonomike që kanë ardhur nga një grevë tërësisht e ligjshme e mbritur këtu, nga ju që nuk doni të njihni të drejtën e tyre kushtetuese për të grupuar në një sindikat.